Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti takohet më në fund me Djellësën, zbulohet portreti i saj. Në emisionin më të ndjekur në Kosovë është diskutuar emri i Djellësës, e cila është përmendur shpesh nga banori edhe në bigun e Shqipërisë. Sipas diskutimit në studio, Djellësa ka qenë në një lidhje 5 vjeçare me Gjestin dhe ka pasur një ndikim të rëndësishëm në jetën e tij, veçanërisht në kohët e vështira financiare. Gjesti ka treguar se ajo jo vetëm që e ka ndihmuar atë, por edhe miqt e tij. Gazetari në studio zbuloi se së fundmi Gjesti dhe Djellësa janë takuar dhe ai i ka dhuruar një zinxhir si simbol. Po ashtu, ai shtoi se motra e Gjestit, Blerina, është shoqe e ngushtë me Djellësën, me të cilën kanë punuar për më shumë se 2 vjet në një qendër tregtare në Prishtinë. Sipas gazetarit, kjo mund të jetë arsyeja pse Blerina nuk tregon interes për Eglin dhe nuk e ndjek atë në rrjetet sociale. Gjithashtu, përmend se Djellësa është larguar nga rrjetet sociale pasi Gjesti fitoi famë dhe është vendosur në Gjermani ku ka familjarët. Gazetari solli një detaj interesant nga vizita e Blerinës në Big, ku kishte thënë: "Kam qenë në Gjermani veç për ty", që sipas gazetarit mund të jetë një sinjal që marrëdhënia me Djellësën mund të rifillojë pas daljes së Gjestit. Në fund ai u shpreh se lidhja mes Gjestit dhe Eglit mund të jetë thjesht një strategji marketingu.